Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Burim Ramadani bashkë me anëtar të tjerë të partisë kanë hedhur qymyr para salisë së qeverisë në shenjë proteste ndaj situatës energjetike dhe asaj që e cilëson si terr politik në vend. Me kurtin edhe me vetvendosin gjatë këtyre 6-7 vjetëve të fundit, Kosova nga një terr energjetik që e kanë marrë, po ka lënë në terr politik. Ajo që e kemi tepër qartë është se mesazhi e simbolika e thëngjillit e qymyrit të Kosovës është se Kosova edhe ma tutje po flen mbi qymyr, po rryma nuk prodhohet këtu. Ndërsa duke folur për humbjet shumë milionëshe dhe sigurinë e punëtorëve në miniera, ai tha: Një prej pikave kryesore të ofertës 6 pikëshe të Aleancës lidhet me termocentralin e ri të Kosovës që duhet bëhet dhe është e qartë që gjatë këtyre vjetëve rreth 1 milion euro janë ble rrymë në Serbi e vende tjera, e për kësaj ka përfitu askush tjetër përpas mafjas energjetike. Në kohët e fundit, po shohim që punëtorët cilët e humbin jetën bashkë duke nxjerrë këtë çmyr për popullin e Kosovës dhe nuk ka përgjegjësi as politike as menaxheriale. Në hyrje të objektit u vendos edhe një pankart ku shkruaj kurti dhe lëvizjave të vendosje nga terri energjetik në terrin politik. Aksioni i Aleancës vjen pak ditë pas marrëveshjes së Kosovës për shitjen e qymyrit në Maqedoninë e Veriut, marrëveshje që është kritikuar nga partitë opozitare.